Gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare do të shpërndahen në përgjithë organizatat socialiste nga periudha në vazhdim nga sot deri në 12 qershor, kur kemi edhe festën e 35 vjetore të partisë. Do të ndjekim, detyrat do të jenë ndjekja dhe raportimi i proceseve zgjedhor në çdo organizatë. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segment. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate. Nga 16 prill në 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste. Nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Detyra e dytë, shtimi i anëtarësisë minimalisht 4 anëtarë të rinj, 2 shoqe dhe 2 shok në çdo organizatë socialiste, me fokus padyshim te të rinjt. Do të jetë detyrë e çdo anëtarit të Asamblesë Kombëtare që në çdo qendër votimi të krijojë nuklet e të rinjve, mbështetës jo domosdoshmërisht anëtar të Partisë Socialiste. Dhe do të jetë detyrë e çdo njërit për ju që të ketë një takim me 5 të rinj në çdo qendër votimi në zonat rurale dhe mbi 10 në qendrat urbane.